Dokumentin me 8 vërejtje të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s për Maqedoninë e Veriut e ka siguruar ekskluzivisht televizioni 21, në të cilin vetëm në një pikë përmendet autostrada për korridorin 8. Shteti antar i Maqedonisë së Veriut duhet i paraqesë qendrës së trashëgimisë botërore për shqyrtim nga organet këshillimore një studim paraprakt të fizibilitetit për një rrugë alternative për korridorin 8 kurudhor. Studime dhe vlerësimet hollësishme për opsionet për trasenë e autostradës së korridorit 8, si dhe vlerësime shoqëruese të ndikimit për projekte individuale, përpara se të merren vendime të pakthyeshme, dhe do të pezullojë të gjitha aktivitetet në kuadër të projektit derisa vlerësimet jenë përfunduar dhe shqyrtuar. Kryeministri Mickoski tha se nuk do të mbetet pa u lidh segmenti Trebenir-Struk-Qavthan, por nuk e theksoi se a do të jetë me autostradë, me magjistrale apo me rrugë të formatit aktual rajonal. Ai bëri një paralelizëm me segmentin andej-kufirit të Shqipërisë, duke pretenduar që edhe nga Qavthana e tutje korridori 8 nuk do të jetë autostradë dhe as magjistrale nga shteti shqiptar. Da, ima problem koji što go istakna UNESCO. Ке знаеме во јуни, конечно, што ќе се случува. Денеска и вчера е министерот Муцунски во Париз на разговори со највисокото раководство УНЕСКО. Тие ќе дојдат во Македонија. И доколку таа траекторија која што ја предвиделе, се уште ќе биде спорна за УНЕСКО, ќе бараме друг начин. Апсолутно дека граѓаните нема да останат неповрзани. Но, исто така, добро е да го постават ова прашање и на албанските политичари. Не во Македонија, во Албанија. Затоа што таму автопатот нема да биде до Ќафаса. Нема да биде ни експресен пат. Туку ќе биде на 20 до 25 километри пред Ќафаса. Nga opozitarja e BDI-s integristi Bajram Rexhepi tha se për sabotimin e autostradës në segmentin e fundit drejt Shqipërisë janë krekosur funksionarët serb në Beograd, duke cituar një medium bullgar. Interesat janë të gërshetuara edhe Serbia ka interes vital që mos ndërtohet korridori 8, përkundrazi ato insistojnë me shumë interesim që të ndërtohet pjesa e korridorit 10, do me thënë hekurudha e shpejt, që do ta lidhte Beogradin me Selaniku. Ju e keni pa me siguri se ditëve të fundit në një portal, në një gazet shumë prestigjioze bullgare, në BGNES, citojnë funksionar të lartë serb, të cilët po lavdrohen ditëve të fundit se kanë sabotuar dhe korridori 8 nuk do të ndërtohet. Kjo është shumë shqetësuese dhe ky fakt duhet të na skandalizojë të gjithëve. Për ndryshe, një muaj më parë përfaqësues të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në Paris, gjatë takimit me 4 ministrat tanë dhe 2 krerët e komunave, ju dhanë 8 vërejtje për zonën e mbrojtur të liçenit të Ohrit, prej të cilave vetëm njëra ishte për autostradën e korridorit 8 dhe të tjerat për ndërtimet pa leje të objekteve buzliçenit, por autoritetet tona nuk theksojnë vërejtje për autostradën tjetër Ohër-Kërçov, segmenti i cili gjithashtu kalon nëpër një pjesë të zonës së mbrojtur nga UNESCO. Ndërkohë nga pjesa e Shqipërisë punimet po vazhdojnë për lidhjen e korridorit 8 me autostradën drejt vendkalimit kufitar Qavthan, megjithse fqinji ton UNESCO i ka bërë njësoj rekomandime për punimet në zonën e mbrojtur të liçenit të Ohrit. Pritet që edhe godinat e kufirit të Qavthanës të zgjerohen nga të dyja anët.